qytetarë se ju I shikoni shifrat dhe ju interesojnë këto, besoj. Patjetër, ajo pjesëmarrja nuk ka nevojë për shifra, për analizë shifrash. Është e jashtëzakonshme. Kemi parasysh që kjo u thirr nga opozita, absolutisht. Unë do të preferoja që vetë qytetarët dilnin. Pa e thirrur fare asnjë forcë politike. Në këtë situatë ku ndodhet Shqipëria, ku ke një degradim të shtetit, ku ke një kapje të shtetit, ku ke një mos funksionim të institucioneve, vetë qytetarët do duhet kishin dalë në shesh. Kjo është një proteste thirrur nga opozita, por me një pjesëmarrje të jashtëzakonshme qytetarë. Çfarë prodhoi të nesërmen e asaj dite protestës? Për te pritshmërive të leadershipit opozitar. Partia Demokratike dhe opozita nuk ka vuajtur ndonjëherë për të mbajtur protesta të tilla me një pjesëmarrje të gjerë. Këtë kemi parë të gjithë dhe jemi koshient. Patjetër. Por çfarë prodhon në fund të ditës kjo protestë? Kjo protestë prodhon qëndrueshmëri, qëndres, kërkon llogaridhënie. Nëse do të ishim në një shtet normal, do duhet kishin rënë dhjetra qeveri nga këto skandale të pafundme që po dalin dita ditës, duke filluar që nga afera incineratorëve mos ta harrojmë, mbi 400 milionë euro dhe sot ti paguan ende 90.000 euro në ditë për një incinerim që nuk ekziston. Mos flasim më pas për aferat e shëndetësisë, ku këtej ke afera, këtej nuk e barna për onkologjikun. Këtej ke afera, këtej tikin drita 30 deri në 40 minuta te QSUT-ja dhe rrezikohet jeta e pacientit se s'ka një gjenerator. Ku këtu s'ka ngrohje nëpër spitalet të shëndetësisë falas. Këtu ke një gjendje ku po tikin dhe të janë larguar mbi 1 milion shqiptar, ndërkohë që sistemi patronazhim patjetër që është në funksion të partisë shtet që ta tha tashmë edhe OSBE Odiri. Absolutisht që çdo protestë është për të përshëndetur, çdo revoltë qytetarëve dhe mos harrojmë revoltën e qytetarëve vlonjat për mungesën e ujit pishëm. Në dhjetor, mos harrojmë Durrësi tu përmbyt edhe pse ke një hidrovor, 19 milion euro investim, I cili nuk që funksional. Dhe qytetarët e Durrësit u ngritën për drejtat e tyre dhe është për të përshëndetur. Ndaj çdo qëndres, se ti nuk ke përpara, duhet të qartësim një gjë, nuk ke përpara një qeveri. Ti nuk ke përpara një keqeverisje që ka përgjegjësi morale, juridike dhe politike. Ti ke përpara një bandë dhe ke një organizatë kriminale të dëshmuar tashmë nga prokuroria speciale. Fakti që Akshi merret në mbrojtje nga kryeministri me një aferë miliona euro, ku biznesmen janë marrë peng nga ky shtet, pikërisht për të tërhequr nga garat e posaçme, ku rrugët e Florintat po të bijejnë dita ditës, ti shif tunelin e Llogaras, ti shif tunelin e Murrizit, ti shif rrugët gjithandej që po të shkërmoqen nga çfarë vjen kjo? Nga keqeverisja, nga korrupsioni. Durrësi nga kush u përmbyt? Nga fatkeqësi natyrore apo nga korrupsion qeveritar? Absolutisht nga korrupsion qeveritar, sepse nëse hidrovori do të kishte punuar, nuk do të ishin përmbytur në atë farfeje Durrësi apo Gjirokastra. Pra këtu jemi në një situatë ku nuk ke të bësh thjesht me një keqeverisje dhe duke qenë përballë këtij regjimi që përdor çdo instrument të patronazhimit, të friksimit bizneseve, të friksimit gazetarëve, të friksimit të çdo lloj zëri kundër apo të opozitës absolutisht, ty të duhet një qëndresë e vazhdueshme. Foltore ditë në hënë japin efektin e vet, protestat kombëtare që do të jenë edhe më konsistente, por edhe me plane të tjera të cilat të gjithë po I diskutojnë. Grevat e urisë për shembull? Çdo gjë është e mundur. E keni menduar? Çdo gjë është e mundur. Ose e keni shtruar ju si forcë politike një opsion të tillë? Unë vi nga një forcë politike që ka bërë grevurie lideri I saj Zoti Meta në 2008 pikërisht për ndryshimet kushtetuese që sollën këto pasoja. U tha në atë kohë që do ndryshohen, do të jetë një goditje për kontrollin dhe balancën e pushteteve dhe për përqendrim pushteti dhe ashtu ndodhi dhe koha I dha të drejtë. Kështu çdo opsion është në tavolinë, absolutisht. Por këtu duhet unë nuk e quaj thjesht një çështje të opozitës. Këtë quaj të çdo qytetari që vidhet nga kjo organizatë kriminale. Dhe që për ishtë vërtetë se I elektorati gri nuk po e gjen veten tek kjo opozitë që proteston në këtë formë. Kështu që duhet jeni koshient edhe për këtë gjë. Unë nuk e shoh që pjesa gri mund të ketë pikpyetjet e veta, është në drejtën e vet, kërkoj edhe më shumë nga opozita.
do duhet organizohemi më mirë, do duhet punojmë më mirë, do duhet të bëjmë çdo gjë shumë më mirë. E keni diskutuar këtë gjë me Partinë Demokratike? Një fakt për çdo qytetar është sot, kush po vjedh? Kush po zhvat qytetarët më të varfër në Europë që nuk mbyllin dot muajin. Qytetarët janë koshent për këtë gjë, po kë duhet zgjedhin qytetarët? Duhet të zgjedhin po ashtu një kryetar të një force tjetër politike që është sot në hetim? Qytetarët duhet të jenë të lirë të vendosin. Pra duhet t'i japim këtyre qytetarëve disa opsione të tjera, duhet t'i japim disa strategji konkrete.